Shfaqja Na ishte dikur sjell një histori të jashtëzakonshme nga bota e shahut dhe e genialitetit njerëzor. Në vitin 1920, në Francë, u zhvillua një skenë që do të mbetej në histori. Një djalë vetëm 8 vjeç, me emrin Samuel Reshevski, ecte me qetësi përgjatë një rreshti tavlla shahu, duke luajtur njëkohësisht kundër disa mjeshtërve të përvojshëm dhe duke i mposhtur një nga një. I veshur thjesht, me një qetësi të pazakontë për moshën e tij, Reshevski i vogël shfaqte një përqendrim dhe maturi që i habiste të gjithë. Spektatorët e ndiqnin të mahnitur teksa ai analizonte çdo pozicion me një shpejtësi rrufeje, duke kundërshtuar strategjitë të rriturve me një intuit të thellë që linte pa fjalë dhe kundërshtarët më të zotë. I lindur në Poloni në vitin 1911, ai kishte fituar tashmë reputacionin e një fëmije gjeni përpara se të niste turnet demonstrues në Europë. Shahun e kishte mësuar në moshën 4 vjeçare dhe vetëm 2 vite më vonë mposhte pa vështirësi lojtar të rritur. Shfaqja e tij në Francë u kthye në një nga momentet më ikonike të shahut të fillimshekullit 20, jo vetëm për pamjen e një fëmije që dominonte mbi të rriturit, por për mesazhin e fuqishëm që përçonte, se genialiteti nuk njeh moshë dhe mund të lindë në vendet dhe kohët më të papritura. Prania e tij ma gjepsi publikun dhe shtypin, që e quajtën menjëherë fëmia prodig. Ajo ditë e vitit 1920 u bë një kapitull përcaktues në rrugtimin e tij të jashtëzakonshëm. Në dekadat që pasuan, Reshevski konkuroi në nivelet më të larta, u shpal kampion i Shteteve të Bashkuara dhe u bë rival i denj i legjendave të shahut, përfshirë Bobby Fischer. Por ajo ditë në Francë mbetet e veçantë, një çast ku guximi fëmijëror u përplas me mjeshtërinë intelektuale dhe një fëmijë hyri në dritat e botës vetëm me një tabel shahu, një mendje të ndritur dhe një zjarr të heshtur për të fituar. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.